drejtim të sigurt. Kjo është problemi. Është për tash, nëse shkohet për shembull një koalicion vendos që minoritetet shumicë për ashtu listën serbe hipotetikisht po zam të shkohet edhe me LDK-n. Numrat prapë të zgjedhja presidentit janë tepër në Buzëgraminës. Buzëgraminës. Tani, në dështimi i vogël një apo dy deputetët, neve prapë na sjellin situatën mos mund të zgjedh presidentin. Pra, se përmendet LDK-n. LDK ka pasur një kandidate për presidente, Zonja Osmani. A duhet insistua në Zonja Osmani kur e dim që jene kaluar është refuzuar? Tani, varet për subjekte politike dhe varet si të ta zgjidhen në përbashkët subjektet politike. Kjo nuk kupton nëse është refuzuar më herët, nuk do të jetë tash kandidate serioze dhe nuk do të mund të tejkalohet nga subjektet politike nëse bën koalicionin. Se jo. Partitë politike gjithmonë kanë pas kundërshtime mes vete, por në fund do të gjetë gjithmonë përbashkët në interes të krijimit të institucioneve publike. Ka përfunduar